رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد falënderimet dhe bekimet janë për Allahun Azza wa Jall, atij mbështetim dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Ka në udhëzon Allahu Azza wa Jall, nuk ka kush e lajthit. E kanë lajthit Allahu Azza wa Jall, nuk ka kush e udhëzon. Dëshmojmë se Allahu është një dhe vetëm ai është i cili e meriton adhurimin. Dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i tij. Dëshmojmë se fjala më e vërtetë është fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala, ndërsa udhëzimi më i mirë udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çdo shpikje, çdo risi në fe është humbje dhe çdo humbje të çon në zjarr dhe çdo zjarr të çon në xhehenem. Dihet se vendi i zjarrit është xhenemi. Allahu na mbrojt prej tij. Allahu na mbrojt prej zjarmit të xhehenemit. Vëllezër të ndershëm, në këtë ditë të cilën Allahu na begaton për çdo javë dhe për çdo muaj dhe për çdo vit, dihet se prej sunetit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është që t'i dërgojmë salavat dhe mos ta harrojmë, sidomos në këtë ditë, veçanërisht ditëve të tjera. Sot në këtë ditë ku muslimanët kanë plagë të mëdha, ku muslimanët luftohen, ku muslimanët sulmohen në çdo mënyrë, ku muslimanët sulmohen me armë, ku muslimanët sulmohen me çdo mjet të cilët e posedojnë armiqtë e Allahut, muslimanët vriten, muslimanët torturohen, muslimanët burgosen. A thu vallë, çka është ky problem? A thu vallë, pse nuk pyesin veten, pse nuk përmirësohet gjendja e umetit? A thu vallë, ku është problemi? Çka është ajo e cila muslimanët përsëri nuk i bashkon? Siç e dim, kur dikush kur të lufton, bashkohesh dhe forcohesh, ndihmohesh me njëri tjetrin, ndërsa kjo nuk është prezant tek muslimanët përsëri. A thu vallë, ku është problemi? A duhet që ne ta kërkojmë problemin tek të tjerët, apo vallë duhet ndalmi ta pyesmi veten ndonjëherë, mos është ky problem tek ne? Si zakon e kemi bën shprehi, i akuzojmë të tjerët, thojmë se fajin e kanë arabët, turqët, apo dietarët, apo xhallarët. Jo Allah, faj është tek unë dhe tek ti, nga se ke harru ta pyesish veten tënde, çish i ke punë me Allahun subhanahu wa ta'ala. A ke pastru zemrën tënde me Allahun subhanahu wa ta'ala? Ke harru se mund t'jetë problemi i bashkimit të umetit, i ndihmës të umetit të zemra jote, nga se umeti nuk bashkohet
umeti nuk ndihmohet nëse nuk ndihmohemi ne ndërmjet veti, nëse ne nuk e pastrojmë zemrën tonë, nëse ne nuk i pastrojmë gjokset tona, si ka mundësi kur ne nuk jemi në rregull, si ka mundësi të jemi me vllahun ton në rregull, si ka mundësi të jetë xhamati jon në rregull, si ka mundësi të jetë populli jon, e çish ka mundësi umeti të bashkohet kështu. Jo vallahi, nëse ne nuk ndalemi edhe ta pastrojmë dhe ta rregullojmë punën me zemrën tonë, që zemra jonë me Allahun subhanahu wa taala të jetë e pastër, nuk ka mundësi që umeti ndryshon. Nga sa Allahu subhanahu wa taala na ka premtuar dhe na ka thonë se nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ai popull nuk e ndryshon gjendjen e vet. Pra, ne në këtë dunja po kujdesemi për shumë çështje. Për shumë çështje të dunjas, ju jepni vlerë të mëdha, kujdesje të veçanta. Pak me kohë të tëra, me pasuri të madhe e me lloj-lloj gjërash, ndërsa zemrën tonë e kena lënë anësh. Zemrën tonë, e cila është çështja kryesore, e kena lënë anësh. Kena harru se çdo përmirësim fillon nga zemra. Kena harru se ajo është themel. Ajo është themel për trupin e njerëzit dhe për shoqërinë e muslimanëve. Kemi harru se themeli nëse nuk është i shëndosh dhe i pastër, nuk mund ajo të mban diçka të mirë dhe nuk mund ajo të jep diçka të mirë. Nëse një shtëpi dhe një ndërtesë nuk e ka themelin e vet siç duhet, ajo nuk mund të përballon, ajo nuk mund të mban mbi vete asgjë. Pra, atëherë ku është problemi? A duhet çdo herë të merremi me të tjerët dhe t'i akuzojmë të tjerët, apo duhet të ndalemi në vetveten tonë? Vallahi s'ka dyshim, nga se ne duhet të ndalemi me veten tonë. Nga se nëse nuk e shpëtojmë veten tonë, nuk mund t'i shpëtojmë të tjerët. Nëse nuk e shpëtojmë veten tonë dhe nuk e pastrojmë veten tonë, s'mund ne ta kem dertin e umetit as deturin e popullit tonë. Pra vëllezër, ajo e cila neve na brengos dhe ajo e cila neve duhet na brengos është se ne sa kujdesemi për zemrën tonë. E dim dhe jemi dëshmitar se ne gjithë ne kujdesemi dhe i pastrojmë teshat e tona ditë për ditë, trupin ton ditë për ditë, ato mjetet, shtëpia tona i pastrojmë, kujdesemi për to, japim pasuri dhe çdo send, ndërsa për zemrën tonë nuk e japim ndoshta as një kohë të vogël, nuk e japim hiç as pak. E si ka mundësi të ndryshon gjendja e umetit, si ka mundësi të ndryshon gjendja jonë, gjendja e popullit tonë. Jo vallahi, nuk ka mundësi të ndryshon asnjëherë, ndërsa ne nuk mundohemi të ndryshojmë ato. A kemi harru premtimin e Allahut subhanahu wa taala? Që thot Allahu subhanahu wa taala: La yanfa'u malu wala banun illa man ata Allahu biqalbin salim. Nuk ka dobi atë ditë, nuk ka dobi as pasuria, as fëmia, përveç se ai i cili vjen me zemër të pasur te Allahu subhanahu wa taala. Pra, te Allahu nuk mundesh me shku me zemër tjetër, vetëm me zemër të pasur. Nëse zemra jote nuk është e shëndosh dhe e pasur, si mendon ti? Si mendon se të shkosh te Allahu? E nëse nuk mundesh me shku te Allahu me zemër të shëndosh, atëherë si mendon që mund të jesh i pranuar te populli jot me zemër të sëmur? Pra vllai i dashur, nëse ti nuk kujdesesh dhe nuk e përmirëson zemrën tënde, është kot për ti. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka premtuar dhe na ka treguar dhe na ka tërhequr vërtetën në shumë hadithe, ku pejgamberi sallallahu alaihi thot me një hadith: Ela wa inna fi jasadin mudghatan idha salahat jasadu kulluhu wa idha fasadat jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb. Pra, në trupin e njeriu është një pjesë e mishit, nëse ajo shërohet i gjithë trupi, nëse ajo sëmurët i gjithë trupi. A nuk është ajo zemra? Pra vllai i dashur, nëse është i sëmur, zemra jon dije se është e sëmur, shoqëria jon, është rrethina jon, është xhamati jon, është populli jon, është umeti jon i sëmur. Pra, mos mundohemi t'ja lëm fajin të tjerëve, po ta shohim fajin tek ne, të merremi me vetveten pak më tepër se sa me të tjerët. Nga se duke u marrë me të tjerët, po jesmi prapa dhe po humbim na dhe nuk humb askush tjetër. Pra vllai i dashur, pasi ti e kupton dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na e bën me dije se kjo zemër ka me vlerë. Dhe nësoj, a nuk ja vlen që ti të kujdesesh për këtë? A nuk ja vlen që ti të merresh me këtë? Nga se ti po harxhon çdo send për këtë jetë,
për këtë dunja, çka ka të bëjë me dunjan, ti po e jep dhe se ki dert dhe po harxhon kohën edhe po çka ki në dorë, ndërsa për zemrën tënde s'po jep as pak. Wallahi, nëse ka vlerë diçka më shumë, është kjo, nga se mjetet e jetës nuk ta bëjnë ti, nuk ta gjejnë rrugën për në xhenet. Po ajo që cila ta gjen rrugën e xhenetit është zemra jote. Nëse zemra jote është në errësirë dhe në mëkate, nuk ka mundësi ta gjen rrugën për në xhenet, nga se xheneti nuk është errësirë, po xheneti është dritë. Me zemër të errët mundesh vetëm të shkosh në errësirë, errësira është në xhehenem, Allahu na mbrojt prej tij. Pra, po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith tjetër, inna Allah ta'ala la yanzuru ila amalikum wala ila sawarikum walakin yanzuru fi qulubikum wa amalikum. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na bën me dije thot se Allahu subhanahu wa ta'ala nuk shikon në pasurinë tonë, as në fizionominë tonë, por Allahu subhanahu wa ta'ala shikon në zemrat tona dhe në veprat tona. Mirë vllai dashur, ndalu dhe mendo pak. Nëse Allahu subhanahu wa ta'ala do të shikon në zemrën tënde, nëse valla e zemra jote është me mëkate dhe nuk është e pastër, a ka mundësi që shikimi i Allahut subhanahu wa ta'ala të dëbërton në atë zemër? Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk do të thotë që është mesit e tij në zemrat e njerëzve, po është me dashurinë e tij në zemrat e njerëzve. Pra, si ka mundësi që Allahu me dashurinë e tij të jetë në zemrat tona, ndërsa zemrat tona nuk janë të pastërta? Pra, nuk ka mundësi asesi nuk ka mundësi që Allahu të jetë. Pra, neve na obligohet dhe na detyrohet patjetër që ne zemrat tona t'i trandim dhe t'i pastrojmë ato. Patjetër është obligim që Allahu subhanahu wa ta'ala shikon në zemrat tona. Pra, vëllezër të dashur, çështja e zemrës është çështje e cila është e rëndësishme në jetën e muslimanit, nga se nga ajo vjen lumturia, nga ajo vjen kënaqësia dhe nuk mundet domethënë çështjet e dunjas të ti arrish me çështjet e dunjas kësaj kënaqësitë. Lumturinë e rahatin e shpirtit përveç se me zemrën, e ajo nuk arrihet përveç se nga ajo zemër e cila është e pastër, dhe ajo zemër e cila është e pastur dhe është e kënaqur me Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot Imam Nawawi rahimahullah, nuk mund të pastrohet zemra nga smundjet e brendshme përveç se duke i larguar ato nga zemra, sikur që është xhelozia, sikur që është hasedi, sikur që është kryelartësia, siefatësia e kështu me radhë çështje që kanë të bëjnë me zemrën. Nëse ti nuk i largon këto çështje nga zemra jote, nuk ka mundësi, wallahi nuk ka mundësi që zemra jote të jetë e rahatshme, dhe nuk ka mundësi që Allahu subhanahu wa ta'ala të shikon në zemrën tënde. Nga se ti e ke një llos, e ke flit zemrën tënde me mëkate, atëherë kujdesu, ngritu dhe trondite zemrën tënde, pastrojen nga mëkatet, nga se ja vlen vllai dashur, se me ta e fiton xhenetin. Me ta, thot një dietar, zemra për trupin e njeriu është sikur një komandant ndaj ushtarëve të tij. Sikur një komandant ndaj ushtarëve të tij. Nëse komandanti është ashtu siç duhet, i urdhënon ushtarët e vet dhe bëjnë atë veprë siç duhet. Nëse ai nuk është siç duhet, as ato nuk nxjerrin vepra të mira. Po ashtu edhe zemra jon, nëse nuk është ashtu siç duhet, nuk ka mundësi të nxjerr frite të mira, nuk ka mundësi të nxjerr vepra të mira, nga se ajo është e smur. Ajo është e smur. Mos ta mastrojmë veten sikur është e njohur në mesin ton apo në popullin ton. Wallahi unë e kam zemrën e pastër. Jo, zemra e pastër. Unë e kam zemrën e mirë. Unë nuk bëj keq, unë kështu. Nëse e ki zemrën e mirë, çfarë frite jep zemra jote? Nga se një pemë e cila është e shëndosh dhe e mirë, ajo jep frite të shëndosha dhe të mira. Nga se ajo pemë e cila është e kalbur, ajo nuk jep frite të mira. E fritet e zemrës shëndosh nuk janë tjera pos 5 kohë të namazit, agjerimit, haxhit, zekatit e veprave të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala na ka urdhëruar dhe ata të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala na ka ndaluar. Pra, nëse ne pretendojmë se kemi zemër të pastër dhe të mirë, atëherë duhet të jemi prej atyve të cilëve jepim frite të mira. Përndryshe, wallahi zemra jon është e sëmur dhe është me të meta, dhe ne nëse nuk mundohemi që të pastrojmë këta, vetëm se ajo zemër e cila është e sëmur të çon në humbje, por ata nuk mund ta kuptosh sot. Nëse ti nuk mundohesh që zemrën tënde ta kthjellësh dhe ta shërosh, nuk mund ta kuptosh ata. Ata do ta kuptosh atë ditë kur do të jetë vonë për ti, po mos e prit pra atë ditë. Mos e prit atë ditë dhe vepro
puno që zemra jote të pastrohet. Prej sebejve dhe peshkaqeve që zemrët njeriu ta ngjall dhe ta ripërtrin janë të shumta, po ne inshallah me ndihmën e Allahut do t'i cekim në hutbën e ditë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pra, vëllezër të nderuar, mbasi e kuptuam se çështja e zemrës është e rëndësishme dhe ajo na bën bashkim dhe ajo na bën afrim, ndihmë të muslimanëve ndaj njëri tjetrit, atëherë përse ne mos t'i japim vlerë, përse ne mos të dimë se çka duhet të bëjmë. Ata janë të shumta, siç thash, por do të mundohemi të cekim diçka të përgjithshme që njeriu së paku të mundohet. Pra e para prej sebepeve që njeriu ta ngjall dhe ta mban të shëndosh në zemrën e tij është përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Përmendja e Allahut subhanahu wa taala në mëngjes, gjatë ditës, gjatë punës, në mbrëmje, para gjumit, edhe atëherë kur ti të çohesh për gjumit. Po jo përmendja e Allahut siç është tradit në vendet tona, vetëm pas namazit në xhamia edhe përfundoi kjo përmendja e Allahut. Jo vallahi, nuk është kjo përmendja e Allahut. Përmendja e Allahut është ti kur dalësh pi shtëpie ta përmendsh Allahun, kur të hecish rrugës ta përmendsh Allahun, me ata të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar, me dua dhe porositë e tij. Kjo është përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Përmendja e Allahut është edhe ti kur të jesh në punë, edhe ti kur të jesh kudo që të jesh, ta përmendsh Allahun subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." A nuk është përmendja e Allahut që juve ja u qetson zemrat e juaj? Pra mbasi Allahu subhanahu wa taala na premton dhe na tregon se përmendja e Allahut është që i qetson dhe i shëron zemrat tonë. Çka është tjetër atëherë neve që mundet me na bën të na qetson zemrat tona? As ja vlen në vëllai i dashur që ti në punën tënde ta përmendsh Allahun, ti në shkollën tënde, e ti kudo që të jesh në rrugë apo në punë ta përmendsh. Çka të pengon, çka ta ndal gjuhën, mund të t'i ndal kam dikush, mund të t'i ndal durt, po gjuhën s'mund me ta ndal askush ta përmendsh Allahun subhanahu wa taala. Po problemi është se nuk e kemi adet, nuk e kemi bën shprehi që ta përmendim Allahun subhanahu wa taala. Kjo është një dukuri e keqe në mesin tonë. Kjo duhet të ndryshohet që përmendja e Allahut të jetë prezent. Përmendja e Allahut të jetë prezent, të jetë leximi i Kuranit, të jetë dhikrat që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar dhe na ka mësuar të veprojmë ata. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith: shembulli i atij i cili përmend Allahun dhe shembulli i atij i cili nuk e përmend Allahun është si shembulli i të vdekurit dhe të gjallit. Pra Allah i dashur, nëse ti nuk e përmend Allahun subhanahu wa taala, pejgamberi po të tregon se ti je i vdekur, ti po hes nëpër tokë. Ti po ecë nëpër tokën e Allahut subhanahu wa taala, por zemra jote është e vdekur, ndërsa trupin tënd e udhëheq dikush tjetër. Pra për të qenë ti i gjallë me gjithë zemrën tënde nëpër tokë, përmend Allahun subhanahu wa taala. Transmeton Ibn Qayyimi, thot, e kam dëgjuar Ibn Taymiyyah rahimahullah, thot, përmendja e Allahut për zemrën është sikur uji për peshkun. Përmendja e Allahut për zemrën është sikur uji për peshkun. A ka mundësi peshku të jeton pa ujë? Jo vallahi, s'ka mundësi. Ashtu edhe zemra e njeriut nuk ka mundësi të jeton dhe nuk ka mundësi të qëndron e pastër dhe e fortë nëse ai nuk e përmend Allahun subhanahu wa taala. Pra, jemi të kujdesshëm. Jemi të kujdesshëm se me përmendjen e Allahut jo vetëm që e pastrojmë zemrat tona dhe i forcojmë dhe i bashkojmë safat e muslimanëve, po e fitojmë edhe shpërblimin të Allahut subhanahu wa taala, nga se e dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe na ka thënë dhe na ka treguar vlerën e dhikrit dhe përmendjes të Allahut subhanahu wa taala. Dhe çështja e ditë apo sebepi i ditë që ka të bëjë që zemrën e mba të shëndosh dhe zemrën e mba të shëndosh dhe e shëron është të mësuarit librin e Allahut subhanahu wa taala dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëllai i dashur, edhe kjo çështje është me të vërtetë e rëndësishme, nga se zemra nuk mund ta ndriçon diçka tjetër pos libri i Allahut subhanahu wa taala. Ajo është me dritë, ajo është me të mira dhe ajo është me mësime të cilën zemrën tënde e pastron dhe ndriçon. Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vepra e tij, fjalët e tij, mësimet e tij janë që zemrën tënde e kthjellin dhe mësojnë dhe këshillojnë dhe drejtojnë. Pra, nëse ti nuk i mëson këto,
Më herët që përmendëm, ai ishte duke e përmend e ngjall. Kjo dallon pra mos i të lodhitim, nga se përmendja edhe mësimi ka dallim, nga se ne e dim shumë musliman e lexojnë Kur'anin, nuk e kuptojnë, por zemrat e tyre dridhen dhe sytë e tyre rrjedhin lot. Nga se të mësuarit është diçka tjetër. Mas paku, vëllai i dashur, mësoj parimet kryesore të dinit tënd që ka të bëjnë. Mas paku mësoj ato që i kije më të rëndësishme, nga sa ato janë shkak që zemrën tënde e mbajnë të pastër dhe të shëndosh. Kjo pra është çështje e rëndësishme, nga se ti, nëse nuk e mëson librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sot në ditët e sodit, ku neve na imponohet libra të lloj-llojshme, libra të shumta, revista e lloj-lloj gjërash, nëse ti nuk e mëson këtë libër, ka më të imponu do ta mësosh një libër tjetër e cila do ta arrëson zemrën tënde, e cila ka më ta arrësu dhe ka më ta imponu në jetën tënde vepra të cilat ti nuk i jeton ato që ato ta arrësojnë apo ta verbojnë zemrën tënde. Pra të obligohet që ti ta mësosh librin e Allahut subhanahu wa taala dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e treta dhe fundit është ajo e cila njeriu do të kujdeset, është urdhërimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja, duke filluar me këtë vepër nga vetvetja fillimisht, nga shoqëria jote, nga familja jote, nga shoqëria jote dhe nga populli jot, nga ummeti, nga xhamati jot, kështu që ti të largosh mëkatet nga vetja jote, nga se mëkatet janë shkak që zemrën tënde e bëjnë të zezë dhe ato e njollosin dhe e rrësojnë. Nëse ti nuk kujdesesh për largimin e mëkateve nga vetvetja, nuk mund të kujdesesh as nga familja jote. Nëse ti nuk kujdesesh nga largimi i mëkateve nga familja jote, as nga shoqëria dhe më gjerë. Pra, nëse ti kujdesesh për këtë, e ke pastru dhe e ke siguru zemrën tënde. Po ashtu, urdhërimin e të mira është që ti ta jep dritën e imanit dhe ta jep dritën në zemrën tënde, nga se urdhërimin e të mira është prej obligimeve që e ka çdo musliman dhe ndalimin nga e keqja. Dhe këto janë prej çështjeve të rëndësishme që njeriu duhet të jetë i kujdesshëm, që mos t'i humb, mos t'ju jep vlerë çështjeve të dunjas atë shumë dhe ta lënë anash. Mos paku kushtoj pak vlerë kësaj zemre, e cila me këtë zemër atëherë mundesh ta kish në dorë dunjan edhe ahiretin. Por nëse ti e lën anash çështën e zemrës tënde, e ke humb dunjan dhe e ke humb ahiretin. Pra, elusim Allahun subhanahu wa taala që musliman t'i bashkon dhe t'i ndihmon. Elusim Allahun subhanahu wa taala që në zemrat tona imanin të rëpërtrin. Elusim Allahun subhanahu wa taala që në zemrat tona Allahu subhanahu wa taala t'i pastron. Elusim Allahun subhanahu wa taala që zemrat tona Allahu t'i pastron ashtu siç e pastron teshën e bardhë nga flisira. Elusim Allahun subhanahu wa taala që zemrat tona t'ju jep dritë zemrave tona ashtu siç është drita e tij. Elusim Allahun subhanahu wa taala që muslimanët t'i ndihmon kudo që janë në vende, kudo që luftohen dhe kudo që sulmohen. Elusim Allahun subhanahu wa taala që vëllezërit tonë në Siri t'i ndihmon, vëllezërit tonë në Irak dhe Afganistan dhe kudo që ata luftohen t'i ndihmon, luftarët e tyre t'i forcon. Smundjet e tyre Allahu t'i shëron, familjet e tyre Allahu t'i mbron, fëmijët e tyre Allahu t'i mbron dhe atyre inshallah fitore sa më shpejt jep. Armikun e tyre dhe të ton Allahu inshallah sa më shpejt e shkatron. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat.